Të gjithë e dim se gjendja e marrëdhënieve tona personale, romantike, mund të ketë një ndikim të thellë në jetën tonë dhe ndonjëherë është thelbësor që të heqim dorë nga ajo që nuk na shërben më për t'i lënë vend asaj gjëje që na shërben edhe ndihet më mirë për ne. Dhe thënë kjo, këto janë shenjat e zodiakut, të cilat duhet që të lirohen nga marrëdhëniet toksike e një farë lloji këtë qershor. Shenja e parë është dashi. Ju personat e shenjës së dashit apo juve që keni ascendentin të dashit në fakt njiheni për natyrën tuaj guximtare, por mund të jeni paksa impulsiv ndonjëherë duke u zhytur me kokëforci në marrëdhënie, përfshirë edhe miqësit këtu, pa marrë parasysh pasojat. Dhe këtë qershor yjet sugjerojnë për ju që të vlerësoni se cilat janë ato marrëdhënie që ushqejnë shpirtin tuaj, nuk e dëmtojnë atë dhe nuk shterojnë energjinë tuaj. Pra, besojeni intuitës suaj edhe mos keni frikë që të ndërprisni marrëdhëniet apo lidhjet me ata persona që nuk e mbështesin rritjen tuaj personale. Gaforja është shenja e dytë. Ju gafore gjithmonë i vendosni personat e tjerë apo nevojat e personave të tjerë para nevojave tuaja dhe para vetes suaj, dhe kjo është një cilësi e bukur, por shpeshherë njerëzit nuk të marrin për të mirëqenë edhe nuk t'i japin ato kreditet edhe vlerësimet e mjaftueshme dhe të duhura për ju. Dhe në këtë mënyrë ju tërhiqni vampirët e energjisë dhe individët toksik, si të thuash, që përfitojnë nga mirësia juaj edhe dashamirësia juaj, dhe qershori është muaji për të rimarrë fuqitë tuaja, kështu që duhet që të përqendroheni në kujdesin e vetes, të nevojave tuaja, duke lënë pas dore kështu marrëdhëniet që vazhdimisht ju bëjnë që të ndiheni të shtruar emocionalisht, dhe kështu që mund të krijoni vend për njerëzit dhe marrëdhëniet që vlerësojnë atë natyrën tuaj të kujdesshme. Shenja e tretë dhe e fundit është akrepi. Ju jeni të njohur akrep për intensitetin tuaj, vendosmërinë tuaj dhe ndonjëherë mund të jeni paksa posesiv në marrëdhëniet tuaja, kështu që ky qershor do ju nxjisë që të lironi çdo marrëdhënie toksike në jetën tuaj dhe që pengon atë rritjen tuaj personale, duke përqafuar kështu fuqinë e lirimit të gjërave të kaluara të shkuara, dhe që të krijoni vend pastaj për lidhje njohje të reja.